borxhin për 6.3 milionerëve i që është grumbullu që 4 vjetë në komunën e Fushkosovës. Po pranojnë stagnimin në qeverisje deri tanishme. Kjo është më së hajgore me popullatën në Fushkosovë. Po është shumë e vërtet që të hyrat vetanake mund të rriten në komunën e Fushkosovës, kemi shumë prona të pargjithësuar të atim pronë që mund të rrisin të hyrat, e ashtë ma shumë ne kemi të arktushme që nuk janë mbledhur në komunën e Fushkosovës 6.3 milionerë. Puna jam si kryetari komunës, kur të shkoj një javën e parë do tjetë që të kemi një drejtori efektive të zhvillimit ekonomik ku mbledhen të hyrat, edhe ta mbledhin borxhin për 6.3 milionerëve i që është grumbullu që 4 vjetë në komunën e Fushkosovës, sepse këto pare janë të komunës dhe do të miksy në projekte kapitale edhe në mira publike. Po du me ju qu të tema e shërbime publike, përveç nëse keni naj replik, Valon, apo të replik? Një replik dhe të po pranojnë stagnimin në qeverisje deri tanishme. Do të me orë këtu edhe me thonë që nuk i kemi mbledh deri tash, po do të mbledhim, kjo është më së hajgore me popullatën në Fushkosovë. Unë ju garantoj, sepse sipas edhe dhonave që janë në komunë të Fushkosovës, nuk di a mbledhen më shumë se 20% të ndërtimet që kanë ndodhur në Fushkosovë. E shto këtu leje ndërtimore. Klurna jeta, veç një sqarim të shkurtër. Sa i përket lejeve ndërtimore, kemi një raport të Zyrës së Kombëtare të Auditimit, i cili e ka bërë për vitin 2022, 2023 dhe 2024. Pikërisht në kohën kur ka dalë nga Zyra e Auditimit, ku thotë, nga 19 prej 21 mostrave të audituara është të kaluar numri njësive banesore për 1 hektar tokë nga në 58 banesa. 58 banesa, më shumë në Fushkosovë për 1 hektar tokë. Nëse morëm shifrat, lutem vetë të sqaroj. Nëse morëm si shifrat një numër prej 30 hektar tokë në Fushkosovë të ndërtimit, atëherë i bën me 1000 banesa më tepër duke të kaluar leje ndërtimore. Çka kanë bërë këta me këtë? Vetë të sqaroj lutem. Kanë humbur mesatarisht 125 parkingje në Fushkosovë, kanë humbur mundësinë për çerdhe publike, kanë humbur mundësinë për kënd lojra për fëmijë, kanë humbur mundësinë për vendosjen e qendrës së mjekësisë, për vendosjen të shërbimeve tjera komunale, do të thotë e kemi një raport detaj. Koha. Faleminderit Valon, 1 minutë për ty Besnik. Shoje mikrofonin. E 36%, 36% ma shumë se planifikimi. Unë fola për borxhin e vjetër që shuan të arktushme, të poshtë një gjuhë teknike dhe nuk mujë me spjegu thot këto në këtë format, sepse do të thot në aspektin profesional me e trajtue. Thot, sa i përket auditimit, unë pajtona plotësisht në çështje. Ata që janë përgjegjës do të marrin masa për auditimet.